Bllokohet në pikën doganore të Hanit të Hotit 25 ton misër që vinte nga Serbia. Shkaku bë prania e lartë e aplaktosinës B1 e prodhuar nga myku. Kamioni ishte duke hyrë drejt Shqipërisë nga Malizi. Nga analizat e kryera në pikën kufitare ka rezultuar prania e lartë e aplaktosinës B1. Sipas burimeve zyrtare, kjo normë është e lejueshme për vendet e Bashkimit Evropian, por jo në Shqipëri për shkak se vendi ynë aplikon norma të tjera. Menjëherë autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka bërë bllokimin e sasisë së misrit, që destinacion final kishte qytetin e Elbasanit. Sipas transportuesve dhe akuz, bëhet fjalë për misër blektoral për kafshët. Analizat nuk kanë përfunduar ende dhe pritet të ketë bllokim të sasive të tjera të misrit. Sipas ekspertëve, normat e larta të aplaktosinës B1 shkaktojnë kancer, kryesisht të mëlçisë, por edhe të zorrëve, mushkërive dhe gjirit. Ushqimet më të kontaminuara janë drithrat, orizi, misri, soja, arrat e pemëve dhe kikirikët. BE-ja ka vendosur kufit maksimal të lejuar për aplaktoksinat.